Kjo sure është sure e madhe, të cilën dietarët kanë thënë se kjo sure e mjekon dhe e nxjerr në pa smundjen e mendjemadhësisë, smundjen e kibrit. Çdo kush i cili vuan nga kjo smundje, e din vetveten se e mban veten me të madh, e din nga vetvetja e tij se nuk ban dhe nuk duron që dikush ta këshillon, nuk duron që dikush ta kritikon, nuk duron që dikush t'i thot ka mundësi mu kanë t'i gabim. Dietarët thonë le t'i kthehet kësaj sureje. Kjo sure i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në atë periudhë kur arabët i u vërsulën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij dhe donin mi u thanë se na ju më përmbysim, ju më poshtim, ju mbysim, ju vrasim, ju torturojna. I zbriti kjo sure Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si ngushëllim se rruga e kryemdhejve është që kjo, dhe rruga e njerëzve drejt dhe modest dhe rob të Zotit është që kjo shka jeti me shokët e tu. Andaj kjo sure trajton një problematik më të madhe të njerëzimit, dhe është problematika e kibrit, dhe është problematika e mendjemadhësisë. A sa shumë vuajmë neve nga kjo, a sa shumë vuan shoqëria edhe e muslimanëve, mos flasim për shoqëri tjera, nga mendjemadhësia, nga të mbajturit me të madh, nga ndjenja se jam më i mirë dhe tjerët janë të këqij, nga ndjenja se veç unë e kam mirë dhe këtë e kanë gabim. Sa vuan shoqëria nga kjo, sa armiqësit, sa hasmorit, sa vrasjet, sa përplasjet, sa mos të folmët, sa të grindjet ndodhin mes njerëzve edhe mes muslimanëve. Për çka? Se si cili menon se unë e kam më mirë, si cili menon se veç unë e kam drejt, si cili menon se unë kur t'ja qëlloj s'ka mo këtë dunjaja me u praptu qiell dhe tokë s'kan mundësi më ndruhe. Allahu Gjelle Gjelalu në këtë surë në thot, shikoni, inna batsha rabbika lashadid. Nëse nefset e juve ngritë dhe fluturojnë me mendjemadhësi, dine se goditja Zotit juve shumë e fortë. Me godit Zotit shumë e fortë. Andaj njeriu duhet të shëron mendjemadhësinë e tij duke e kthye në raport me Allahun te bareke ve teala. Sa mundesh mu ngrit tërma, sa para mendoje manal se mu kanë një udhëheqës, një krijetar, shkon manal. Allahu Gjellu Ala në këtë sure në i përmendi dy kategoritë të cilët e kanë manifestu e gërsin në nivelin më të skajshëm të mendjemadhësisë. Dhe ato janë ashabul ukhdud, ata të cilët kanë qelë gropa me zjarë dhe i kanë shti musliman të mugjega të për zgjalli. Para mendoj, a mundet maran se që ka që mu kanë? Sa do që të ki pushtet, ma shumë se sa me mujt, me shti me kall njerin, s'ki shka i banë ma shumë. Allahu Gjellela e pruni dy modelen këtë sure. Ashabul ukhdud, të cilët kishin aq pushtet, u ullën karrike dhe i djekshin musliman të këshirë. Kjo është forma e parë e mendjemadhësisë. Në fund surës, Allah e pruni një formë tjetër të mendjemadhësisë, e cila është hel ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Atë ka ardhur ty lajmi për ushtrit. Ka pas kjo dunja ushtri me plot ushtri ka pas. Njëra prej tyre e Fir'aunit edhe popullit Thamudit. Fir'auni i Egjiptit, Fir'auni i Egjiptit, i cili tha Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, djali i Axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e lëvizte dorën, çështo 80.000 ushtarë që ishin kam, urdhë çka po do. 80.000 ushtarë në kam, çka po do? A qohë ti dikush që shtu 80.000 veta me thonë, shka po do? Ti s'qohët as e vladi, neve s'ta qohët as ata shka duhet me në uquë. Allahu që e thotë, sa dushë ti menon se i e i madh e mund është me ba, kujtoj e Fir'aunin, nuk i ka pas 80.000, 80.000 veç kërë ka që dorën, qka po do? 80.000 si irbazi ka pas, ndërsa me milione a konë ushtria e tina. Allahu që e thotë, hel ataka hadithul junud, atë ka arti lajmi i ushtrizve. Nja pytin e i Fir'aunit, na jena interesu dë njerë, kjo dunja, a o konë sa herë që shto, a ka pas histori. A nuk kena mundësi mu bon në atë nivel të indiferencës, kështë na jena këtu edhe s'ka pas histori.
Jo, ka pas histori, ka pas njerëz, kanë kalu këtë tokë njerëz shumë. Një për të nëve Firauni. E Allahu Gjelluale përmen Firaunin si modelin më të egër të mendjemësis. Qëka i ka bëhe? Qëka i ka bëhe Allahu Gjelluale Firaunit? Këtë dunjaj e din që i ka bëhe Allahu Firaunit. Me musliman, me ju musliman. E ka përbys mi dizdeti me ushtri. Mi dizdeti me ushtri. Fa agraknehu. Ne e këna zhita të në uj. Dhe ushtrin e tina. E neve qka mundë me nabo Zotë i o të bareke vë të ala? Inë në batë shërabbi ke lë shedid. Andaj, ti shërojmë me ndimasit tona, ti mjekojmë me ndimasit tona, ti kapmi me të but vetët tona dhe ti ulim për Allahun të bareke vë të ala. Ti ulim për hirtë Allahun të bareke vë të ala. Se nuk shtyjët njeri ju me Zotin e vetë gjele gjelaluhu. Tha Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, hadith që e kanë zirë Imam Muslimi, duke e të regu rëzikshmërin e lartë të mëndjemasis, tha, men kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin fela yadkhulu al-janna. Merë këtë hadith dhe vendosë si shpjegim më detalshëm të kësaj sureje, e pastaj ta morëmi si cili në vetvetët tona dhe mos i kuptojmë ligjëratat, a thu kush është ai i keqi për të cilin po flitet, unë dhe ti. Ti veç e veç si cilin vetën e vet, ku kom gabue, ku jam kon me një man në i dikujna, ku jam majt me të man në i dikujna, shëroje, mjekoje vetë vetën, nga se nëse të shkon të Allahu gjelua me këtë manësi, është rëzik. Tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, kushdo që në zemrën e ti ka sa një kokër me një madhësie, nuk hinë gjennet. Kushdo që në zemrën e ti e ka një kokër me një madhësie, nuk hinë gjennet. Në hadith tjetër nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu te bareke ve teala, el kibriya u izari, mu majt me të madh, mu majt me të madh është petka ime, është petk i Zotit, mu majt me të madh. Ati i takon sifat, cilësi, vërtet, atribut mu majt me të madh. Fe men nazeani, kushdo që shtyjet me muë tu majt me të madh, unë e përmbysi. Unë e përmbysi. Nuk të lejon Allahu mu ju majt ati dikush me të madh. E dikush thot, o gjo, po shumë bezullumqara Allah s'ka ndek, shumë krimineli Allah s'ka dek. Djetarët u përgjigjën kësa i pytje piharë, kur u pytën prej kohë sahabëve, pse Allahu i le dhe zullumqarë? Ata thanë prej djetarëve, përgjigjën e keni në surën Ibrahim. Në fundin e surës Ibrahim, tha Allahu te bareke ve teala, wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma yaf'aluhu adh-dhalimun. Mos e mendo Allahun gafil, indiferent, s'është e pa çka janë të bëjë zullumqarët. Walakin, por se Allahu i shtyn ata. I shtyn. Pse i shtyn? Pse i shtyn? Që ta trashin zullumin. Ta trashin zullumin, kur t'i kape, të ketë merit dënimi, të ketë merit azapi. Pra i të mendoj se së nëm kapë kërkush, nga ana tjetër e trash zullumin, nga ana tjetër njerëzit hutohen, kur ta kape Allahu te bareke ve teala, njerëzit e din se këta veç Allahu e ka rëzue. Qish menoj njerëzit për shumë pushtete se Allahu si rëzon këto. S'ka mundësi këto dikush mirëzue, ama kur t'i rëzoje, kanë më konë qesharakat atë të cilët kanë thonë se këta nuk rëzojshin kur. Kush këtoa, kur s'bim për pushtetit. Dhe ti kemi frikë Allahun te bareke ve teala, se Allahu xhele xhelalu s'ka mundësi dikush mi thonë atina, ki nuk bje. Bjen. Por është fatkeqësi kush është rreshtin e tyre. A dhe tha Allahu te bareke ve teala, fa'alul lima yurid. Allahu ban çka do. Allahu ban çka do. Kjo sure e shëron kibrin, mendjemadhësien. Le të meditojnë në vetë vetët tona. A kena na kibër? A kena na mendjemadhësi? Qysh na vjen neve kur na thot dikush gabim e kije? Qysh na vjen neve kur na thot dikush marrë se këtë këshill? Qysh na vjen neve? A na vjen mendimi i parë? Ki ka me më kallëzu muhe. Po që kjo na vjen? Por që ata jemi na gjendje që ka jemi. Se mu kanë me thonë, nashta be e ka mirë, nashta e ka këshilë për një me, nashta ma dhëtë mirën kë, nashta di ma shumë se une, por këtë këto mundësi neve në kanë ra, edhe thot dikush, e nja une o gjo këta, kisë ta thot mirën kur. Apo njëzit kështu e bojnë të fësirë, gjdo komend, thot së mundët kime më kalëzu mu mirë, e nja une këta.
Allahu xhelal po për këtë njëjtën tha se Firauni i tha Musait alayhi salatu selam, s'ka mujt ti Allahit me të bëj pejgamber. Çështu i than Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, aty pas ka zgjedh Allaja. Aty pas ka zgjedha. Kështu i than edhe Nuhit alayhi salatu selam, aty pas ka zgjedh Allahu xhelal xhelalu. Kështu i than edhe Ibrahimit alayhi salatu selam, than ti alairie Ibrahimin e kishte bëu Allahu pejgamber tu kanë i ri. I than ti ala xhalirie gulam, i xhaliri s'ke mund si ti më kanë pejgamber. E kështu me radh, pra krejt në gjoksat e pabesimtarëve çka ekzistonte kibër, të cilë Allahu xhelal tha ma hum bi balighi, asni mendje madh sën ka me mrit çka e do. E lushme Allahun te bareke ve teala që Allahu t'i shëron gjoksat tonë nga mendjemadhësia.